Kjo javë pritet të shoqërohet me temperatura të larta në qarkun e Shkodrës, duke rritur ndjeshëm rrezikun për zjarre në zonat pyjore dhe bujqësore. Për këtë arsye, strukturat vendore kanë shtuar masat parandaluese dhe janë vënë në gatishmëri të plotë për përballimin në çdo situatë emergjente. Prefektja e qarkut të Shkodrës, Holta Duda, ka bërë të ditur se ekipet zjarr fikse janë të organizuar dhe në gatishmëri të vazhdueshme. Deri në këto momente që flasim, në fakt, në krahasim me vitin e shkuar, ka një numër shumë më të reduktuar të vatrave të zjarrit. Të gjithë ekipet, forcat e ekipeve të mbrojtjes ndaj zjarrit në nivele të vetëqeverisjes vendore janë të organizuar dhe janë në gatishmëri të plotë. Në të njëjtën kohë, Duda ka apeluar ndaj qytetarëve që të tregojnë kujdes maksimal gjatë këtyre ditëve me temperatura ekstreme, duke shmangur çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr. Prefektja ka theksuar se çdo rast zjarrvënie e qëllimshme apo nga pakujdesia është i dënueshëm sipas ligjit dhe do të ndiqet penalisht. Shumë zjarre mund të lindin edhe si pasojë e pakujdesisë. Dhe në këtë rast ne kërkojmë që ndërgjegjja e qytetarëve të jetë shumë e lartë. Zjarrvënia ndaj pyjeve jemi të gjithë të qartë që është një krim dhe do ndëshkohet nga organet përkatëse. Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve të bashkëpunojnë me strukturat përgjegjëse dhe të raportojnë menjëherë çdo vatër zjarri në mënyrë që të parandalohet përhapja dhe dëmet e mundshme.